Një aksident I rënd ka ndodhur paraditën e sotme në aksin rrugor Lushnjë-Berat, pranë kryqëzimit të fshatit Kashtëbardh. 2 automjete, një tip Audi dhe një Skoda, janë përplasur me njëra tjetrën dhe më pas kanë goditur barrierat anësore të rrugës. Sipas burimeve paraprake, në automjetin tip Audi udhëtonte një çift bashkëshortësh, ndërsa në automjetin tip Skoda ndodhej vetëm drejtuesi I mjetit. Përplasja ka qenë shumë e fortë, duke lënë të plagosur rënd 3 personat që udhëtonin. Ata janë transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës për ndihmë mjekësore. Në vendngjarje kanë bërritur forcat e policisë rrugore dhe zjarfiksit, të cilët ndihmuan në nxjerrjen e të plagosurve nga automjetet dhe sigurimin e zonës. Dyshohet se shkak për aksidentin është bërë një manovër e gabuar gjatë një parakalimi, por grupi hetimor po punon për të dokumentuar plotësisht dinamikën e ngjarjes.